Përshëndetje shenjash jetarit, kjo është panorama e interpretimit javor. Java për ju fillon me kartën mesazh, që mund të jetë një lajm, një komunikim ose një informacion që ka potencialin të ndikojë në rrjedhën e ngjarjeve. Mesazhi mund të jetë diçka që e prisnit ose diçka krejtësisht e papritur. Kjo kartë tregon se fjalët, dokumentet ose bisedat do të luajnë rol të rëndësishëm gjatë kësaj jave. Unë do të thoja kushtojini vëmendje asaj që dëgjoni dhe asaj që ju komunikohet. Më pas kemi kartën gjykimi. Kjo kartë flet për vlerësim, flet për vendimarrje dhe nxjerrje përfundimesh. Mund të jeni në një pikë ku duhet të analizoni një situatë me objektivitet ose të merrni një vendim të rëndësishëm. Gjykimi sjell qartësi dhe shpesh tregon se e vërteta e një situate fillon të bëhet më e dukshme. Më pas kemi kartën arkivoli. Arkivoli simbolizon fundin e një cikli. Mund të jetë fundi i një situate, mund të jetë fundi i një mendësie, mund të jetë fundi i një pritjeje, mund të jetë fundi i një faze që ka përmbushur qëllimin e saj. Edhe pse mbylljet nuk janë gjithmonë të lehta, kjo kartë tregon se diçka duhet të largohet për t'i lënë vend një kapitulli të ri. Arkivoli nuk flet për humbje të domosdoshme fizike, më tepër flet për transformim. Më pas kemi kartën fati i madh. Duket se pas një mbylljeje vjen një energji shumë pozitive. Fati i madh sugjeron se ajo që po largohet po krijon hapësirë për diçka më të mirë. Pra mund të ketë mundësi të favorshme, zhvillime të lumtura ose një ndjenjë se gjërat më në fund po lëvizin në drejtimin e duhur. Pra është një kartë bekimi dhe progresi. Më pas kemi kartën të dashuruarit. Të dashuruarit në këtë kontekst flet për zgjedhje të rëndësishme, që mund të jenë marrëveshje dhe harmonizim energjish. Pra mund të ndodheni përballë një vendimi që kërkon të dëgjoni si logjikën ashtu edhe intuitën. Të dashuruarit sugjeron gjithashtu bashkëpunim dhe afrim me njerëz që ndajnë të njëjtat vlera ose qëllime me ju. Më pas kemi kartën burgim. Burgimi flet për kufizime, por më shpesh këto kufizime unë do thoja që janë të brendshme sesa të jashtme. Mund të ndiheni të bllokuar nga frikrat, dyshimet ose mënyrat të vjetra të menduarit. Pas kartave kaq të forta që duke në fillim, duket sikur sfida më e madhe nuk është ajo që po ndodh jashtë jush, por ajo që ju pengon të ecni plotësisht përpara. Më pas kemi kartën personi i rrem. Karta e fundit sjell një mesazh të rëndësishëm për vërtetësinë. Pra, mund të zbulohet një e vërtet, mund të bjerë një mask ose të kuptoni më qartë qëllimet e dikujt. Në disa raste, kjo kartë ju thot të jeni të sinqert me veten në radhë të parë dhe të mos mbani më role që nuk ju përfaqësojnë. Ajo që është e vërtet do të forcohet, ajo që është fasadë do të fillojë të zbehet. Në Prism Oracle kemi besim. Kjo kartë është çelësi i gjithë panoramës suaj. Pavarësisht ndryshimeve, mbylljeve apo zbulimeve, mesazhi kryesor është të besoni procesin, sepse jo çdo gjë duhet kuptuar menjëherë. Ndonjëherë besimi është ura mes asaj që po mbyllet dhe asaj që po lind. Pra kjo javë sjell një të vërtetë ose një vendim që mbyll një kapitull dhe hap rrugën për zhvillime më të favorshme. Unë do të thoja se sfida kryesore është të mos lejoni frikën ose iluzionet t'ju mbajnë peng nga ajo që po vjen. Nëse unë do t'jepja një titull kësaj panorame për ju do të ishte: kur e vërteta del në dritë, fillon çlirimi drejt një fati më të mirë.